Gjërat që po të shkatërrojnë shëndetin pa dhimbje. Askush nuk të paralajmëron kur shëndeti fillon të prishet. Nuk ka alarm, nuk ka dhimbje, nuk ka momente dramatik. Thjesht, një ditë zgjohemi dhe ndikemi ndryshe, më të lodhur, më të shpërqendruar, më pa energji. Dhe e quajmë normale, por nuk është. Shumë nga gjërat që po e dëmtojnë shëndetin sot nuk duken të rrezikshme. Janë pjesë e përditshmërisë, aq të zakonshme sa nuk i vëmë më në dyshim. Një nga më të rrezikshmet është gjumi i keq. Jo mungesa totale i gjumit, por gjumi i ndërprer, i cekët, pa rikuperim. Trupi fle, por nuk pushon. Truri nuk rigjenerohet. Sistemi nervor mbetet i tensionuar. Me kalimin e kohës, kjo lodhje akumulohet dhe shfaqet si mungesë energjie, nervozizëm dhe probleme përqendrimi. Një tjetër armik i heshtur është stresi i përhershëm. Jo stresi i madh, por ai i vogël, i përditshëm. Afatet, shqetësimet, mendimet që nuk ndalen. Trupi jeton në gjendje alarmi për orë të tëra çdo ditë. Zemra rreh më shpejt, muskujt nuk çlirohen, truri nuk qetësohet. Dhe kur kjo gjendje bëhet normale, dëmi fillon pa u ndjerë. Mungesa e lëvizjes është një tjetër faktor që po shkatron shëndetin ngadalë. Trupi është ndërtuar për lëvizje. Kur kalojmë orë të tëra ullur, qarkullimi ngadalësohet, muskujt dobësohen dhe energjia bie. Edhe një ecje e thjesht mungon dhe trupi reagon duke u bërë më ngadaltëm, më të lodhur, më të rënduar. Ushqimi i përpunuar është një tjetër goditje e heshtur. Sheqeri i tepërt, ushqimet e shpejta, mungesa e vlerave ushqyese. Trupi merr kalori, por jo energji reale. Truri nuk furnizohet siç duhet. Me kohën, kjo ndikon në humor, përqendrim dhe qëndrueshmëri mendore. Një tjetër zakon shumë i nënvlerësuar është mungesa e qetësisë mendore. Truri nuk ndalet kurrë, telefon, video, zhurmë informacione. Edhe në pushim, mendja punon. Pa momente heshtje, pa ndalim, pa qetësi. Një mendje që nuk ndalet, lodhet shumë më shpejt se sa një trup që punon. Të gjitha këto gjëra nuk shkaktojnë dhimbjet menjëhershme. Dhe pikërisht për këtë janë të rrezikshme, sepse dëmi ndodh ngadalë, aq ngadalë sa ne përshtatemi me të. Fillojmë ta quajmë normale të jemi të lodhur, normale të mos kemi energji, normale të mos ndihemi mirë. Por normale nuk do të thotë e shëndetshme. Trupi gjithmonë përpiqet të përshtatet, derisa nuk mundet më. Pyetja nuk është nëse këto gjëra po ndodhin. Pyetja është sa prej tyre janë bërë pjesë e jetës tënde pa e kuptuar. Sepse shëndeti rrallë shkatërrohet me zhurmë, shkatërrohet në heshtje.